Mjeku çudit botën, fiku trajton këto tre probleme, ja kush duhet t'i konsumojë menjëherë. Shqiptarët vuajnë më së shumti nga hipertensioni, i njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut. Tensioni i gjakut mund të jetë shkatërrues për zemrën, trurin dhe veshkat. Përpos kësaj, tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjet e gjymtyrëve. Ai trajtohet me medikamente, por edhe nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor që nuk përfshihen ushqimet e shpejta dhe të përpunuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Frutat dhe perimet janë ndër më të rekomanduarat për uljen e tensionit të lartë. Një prej tyre është edhe fiku, një frut i ëmbël që shijohet i freskët dhe i thatë. Fiku rekomandohet për uljen e tensionit, ndërsa konstipacioni më mirë është edhe kundër tretjes. Ai është një lehtësues dhe një burim shumë i mirë i kalciumit, një mineral i nevojshëm për shëndetin e kockave. Por si mund të ndikojë fiku në lehtësimin e problemeve të hipertensionit në trupin dhe shëndetin tuaj? Ekspertët thonë se fiku, si i freskët dhe ashtu i thatë, përmban gjithashtu edhe sasi shumë të mira të kaliumit. Ky mineral është thelbësor për funksionin tuaj të muskujve dhe do të lehtësojë gjithashtu shqetësimet e tyre. Kaliumi balancon nivelin e lëndëve të trupit që rregullojnë gjithashtu edhe rrahjet tuaja të zemrës. Ai zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon në eliminimin e sodiumit nëpërmjet urinës. Kripra të tilla të tepërta mund të ndikojnë në rritjen e papritur të niveleve të hipertensionit dhe të shkaktojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Ndaj përdorime të tilla mund të jenë ndihma më e mirë ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe në balancën më të mirë kundër problemeve të hipertensionit. Por si ta përdorni fikun për të mirëmbajtur shëndetin tuaj në këto raste specifike? Fiku mund të përfshihet në sallata ose të hahet ashtu siç është në regjimin tuaj ushqimor. Ju mund të merrni fiq të thatë, t'i mbani në ujë gjatë gjithë natës dhe më pas t'i konsumoni ditën e ardhshme. Kështu, përfitimet e tij në dobi të vlerave të shëndetit do të jenë gjithashtu edhe më mbreslënse, duke i dhënë kështu organizmit tuaj të gjithë elementet ushqyes për t'i bërë balë komplikacioneve dhe për të nxitur një shëndet më të fortë edhe më të vlefshëm. Fiku mund të shoqërohet me përfitime të mira të verës, të cilat do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve dhe do të evitojnë gjithashtu komplikacionet e një shëndeti të dobët. Ekspertët e Healthline cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira në nxitjen e mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni fiq në dietën tuaj ditore? Fiku është i pasur me ekur, kalcium, fosfor dhe natrium, shumë të rëndësishme këto për balancat e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përfshirja e fiqve në dietat tuaja ditore mund të jetë gjithashtu edhe përzgjedhja më e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, të gjithë ekspertët mund të përfshinë fikun si një nga frutat më të mirë që personat duhet të konsumojnë. Fiku është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga shqetësimet e ndryshme që shkakton kapslloku në trupin tuaj. Fiq të kanë veti të mira laksative, të paktën 3 fiqe çdo ditë mund të ndihmojnë organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe t'i japin fund gjithashtu shqetësimeve tuaja të kapslllokut një herë për gjithmonë. Të freskëta ose të thata, ato mund të bëjnë një punë shumë të mirë për shëndetin tuaj të zorrës. Fiq të ndihmojnë gjithashtu edhe për të ruajtur më mirë peshën tuaj trupore. Fiqt janë të pasur me element që ju mbajnë të ngopur dhe ngadalësojnë tretjen. Kjo është një gjë e mirë kur bëhet fjala për një ushqim që përmban 47 kalori. Fiqt janë një frut pozitiv edhe në shëndetin tuaj të zemrës dhe konsumi i tyre në rekomandimet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit dhe gjithashtu të lehtësoni komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë fikun si një nga përzgjedhjet më të mira për t'i dhënë ushqyesit e duhur organizmit tuaj. Fiku nuk është vetëm një frut i shijshëm të cilën e pëlqejnë shumica e personave, por është edhe një nga frutat më të konsumuar të verës, që mund të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
që të konsumoni fiqt si të freskët ashtu dhe të thatë. Ato përmbajnë lëndë të shumta që janë efektive dhe në mënyrë të menjëhershme do t'i japin rezultate të duhura ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij ditore. Në këtë video do të rëndisim arsyet pse fiku duhet të shtohet sa më shpesh në dietën tuaj dhe cilat janë përfitimet kryesore të tij. Fiqt janë të pasur me nivele shumë të larta të magnezit, një mineral që do të ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër stresit dhe lodhjes dhe mund të mbrojë sistemin tuaj nervor kundër këtyre komplikacioneve, duke cilësuar këtë si një nga frutat më të vlefshëm në dobi të vlerave të trupit dhe jo vetëm. Fiqt e thatë duhen të përfshirë në dietën tuaj pasi përmbajnë më shumë magnez se fiqt e freskët, kështu që janë një nga përzgjedhjet më të mira për t'i dhënë organizmit të gjitha elementet e duhur ushqyes të këtij minerali i cili është shumë i shëndetshëm dhe efektiv edhe për shëndetin tuaj të kockave. Fiqt përmbajnë një gamë të gjerë të dobishme të kalciumit, hekurit, kaliumit, fosforit, bakrit, si vitamina B6, vitamina C dhe beta-karoten. Për shkak të këtyre vlerave të larta ushqyese, ato mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet fantastike në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve që i kanosen organizmit tuaj në të rësi. Fiqt janë të mirë për shëndetin tuaj të zemrës, ruajnë gjithashtu energjinë dhe ekuilibrat e duhur për trupin dhe shëndetin tuaj. Fiqt janë të pasur veçanërisht me fibra dietike, shumë të rëndësishme këto edhe për sistemin tuaj tretës dhe uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Fibrat e tretshme të fiqt të tilla si pektina ndihmojnë në stimulimin e një tretje efektive dhe lehtësojnë gjithashtu edhe problemet të qarkullimit të gjakut dhe ju ndihmojnë që të arrini një gjumë më të mirë dhe më relaksues në çdo mbrëmje. Fiqt përmbajnë një sasi të lartë të sheqernave. Fiqt mund të shërbejnë si një burim natyror i energjisë duke nxitur kështu qëndrimin dhe qartësinë tuaj mendore. Megjithatë, fiqt e thatë përmbajnë më shumë sheqer se sa fiqt e freskët, kështu që konsumoni ato në moderimin e duhur ditor. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë spektakolare kur bëhet fjala për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Fiqt e thatë janë një meze e lehtë veçanërisht kur kombinohen gjithashtu me frutin e arrës, dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Ky kombinim do të ofrojë një ndjesi më të madhe të ngopjes, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Fiqt përmbajnë sterole bimore si element që lidhen me molekulat e kolesterolit në zor dhe kështu zvogëlojnë përthithjen e tij. Konsumi i rregullt i fiqve në përditshmërinë e dietës suaj mund të përbëjë një urë të mirë komunikimi në recetat tuaja ditore dhe lehtësimin e shqetësimeve të ndryshme të tyre. Ndaj, konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja mund të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë konsumin e fikut si një meze të lehtë ushqyese që mund të mbajë larg komplikacionet dhe të lehtësojë shqetësimet. Fiqt janë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ndaj, edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Fiqt janë gjithashtu të gjithanshëm për mbrojtjen e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj edhe ekspertët e Healthline e këshillojnë konsumin e fikut si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese dhe rigjeneruese, duke ditur ndikimet pozitive që ka ai në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Fiqt janë të pasur me antioksidant vitaminën E, A dhe C. Antioksidantët eliminojnë radikalet e lira dhe parandalojnë gjithashtu sëmundjet e zemrës dhe gurit në veshka. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi që gjendet te fiqt i bën kockat më të forta. Një fik plotëson 3% të nevojës ditore për kalcium. Duke konsumuar atë në çdo ditë mund të paksoni riskun e shfaqjes së osteoporozës në kockat tuaja. Ndaj, konsumojeni fiqt e freskët në vaktet tuaja ditore për të ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ky frut do t'i japë shëndetit tuaj dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.